Selam aleikum, është lejuar falja namazit të natës me xhamat. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Profeti sallallahu alaihi wasallam I ka bashkuar shokët e tij disa net për ata falnin me xhamat, më pas e la nga frika që mos ju bëhej detyrë. Në kohën e Omerit, Omeri ka bashkuar njerëzit për atë faleshin me xhamat dhe ne sot falim pra taravit, që kush falet me imamin derisa të përfundoj, shpërblehet sikur është falur gjithë natën. Por 10 neçe I fundit të Ramazanit, duke pas parasysh që profeti alayhis salam kur hynte 10 neçi shtrëngonte brezin e tij, e gdhinte natën pra me namaz, me dhikr, me lexim Kurani, dhe I zgjonte familjarët e tij, atëherë pra dhe duke pas parasysh që me shtu sa më shumë adhurimet, pra bashkohen njerëzit dhe falen namaz me xhamat, sepse ka shumë njerëz që ndoshta nuk dinë me lexu Kur'an, nuk e përjetojnë aq mirë tush vetë dhe falin me xhamat.